Dabulla ka idenë e tij, por edhe Dabulla po është vërtet për ta ndarë në skuadrë, nuk mendoj që do aktivizoj lojtarët më të mirë dhe të ketë dëmtime më pas në Final Four. Pra, s'është e thjeshtë ne themi për shembull ka toleruar, por kush ka toleruar? Patjetër që është e thjeshtë. Jo, mos e ngatro. Patjetër që është e thjeshtë. Mos e ngatro se ti e kupton shumë mirë. Unë për shembull mund të quaj tolerim Dinamo si mund të lojtarët ndeshjen e fundit se do t'i ruaj për kupën, për finalin e kupës. Po, unë pretendoj që finali e kupës për Dinamon në atë rast ishte më e rëndësishme se sa ndeshja e kampionatit dhe detyrimisht do fuset disa lojtarë që nuk i ka pasur, do ruaj disa lojtarë. Por unë nuk mund të pretendoj që ekipi që po pretendon dalin kampion është me pikë barabarta, dy janë ato, domethënë të dy ekipet që pretendojnë dalin kampion si Vllaznia si Elbasani, në dy ndeshjet respektive humbin. Të dyja bashk. Por të dyja bashk. Nuk e pranoj dot këtë lloj logjike. Bylysi në Shkodër. Unë pash një ndeshje shumë të luftuar. Të gjithë thonin që ka hapur krahun Vllaznia. Unë pash një super ndeshje. Pra, lind pyetja, pse Bylysi mos pretendoi për të fituar në Shkodër? Nuk e tham. Jo, flasë që kemi dëgjuar. Ne e tham vetë tifozët në Shkodër atë punë. Jo, tifozët e kanë thënë, por tifozët do të kuptojnë edhe diçka, që Bylysi ka një skuadër shumë të mirë. Pra, pse mos fitoi Vora kundër Dinamo? Pse mos fitoi Vora kundër Partizanit? Edhe për Elbasanin gjitha skuadrat superiore. Unë nuk po them që nuk ndodh. Jo, Dabulla, duke parë performancën në 90 minuta, unë nuk mund pretendoj që Vllaznia në ndeshjen me Bylysin tjetër është përqendruar. Për çfarë arsye do ishte përqendruar? Pse duhet të kesh përqendrim në këtë ndeshje? Po luan me një ekip që është duke dalë nga kategoria, mendon se ke cilësi më të mira, e ke ndeshjen në shtëpi tënde dhe mundohet ta fitosh atë. Edhe Tirana i ka fituar ndeshjet. I ka fituar, po. I ka fituar me merit. Se ka bërë ndeshje të mira. Edhe TU-ta tha e kam të sigurta për të qëndruar dhe për provojmë disa lojtarë nga akademia, po shkoi. Ishte komode deri në Elbasani që mas fitores me Vllaznin, shikosh se për të analizuar kjo me Elbasani, sepse u fik pas fitores me Vllaznin. U fik po që kjo është vazhd e rezultate negative, jo se ka psu 15 gola për 5 ndeshje. Jo pak. Edhe sot ka ka psu 4, kjo do të thotë që ka rënje. Mbrojtja më e dobët deri në këtë pikë. Ndoshta ka qenë një vetë kënaqësi e madhe që mundën Vllaznin me spektakël. Dhe pastaj ka 5 ndeshje pasi po psu golet. Themi se ka toleruar Elbasani. Nuk e di sepse vazhda e rezultateve mu bën të mendoj që është moment i keq, moment jo për skuadrën. Nuk ka moment keq. Ndeshjet e fundit të kampionatit. Kur 15 gola tash. Ja, hajde zim se e la me Vorën. Unë për fat keq kam luajtur futboll, edhe Pinari, domethënë pak a shumë ne këtu pjesën banke luajtur futboll. Unë, kur kam luajtur futboll dhe isha duke dalë kampion, nuk më shkonte mendja që ekipi vendit fundit ose dy vende fundit merrte pikë mua që isha për dalë kampion. Nuk ndodhte. Nuk afroheshin në logjik hiç, do ishte nuk ka rëndësi ndeshja ku ishte në fushën e tyre apo në fushën